Alban Shahid, që është një aktor profesionist, ku me rolet e tij ka bërë për vete këdo. Ai është pjesë e teatrit në qytetin e Gjilanit, ku ka interpretuar në disa shfaqje të njohura. Nën Zoma ishte i ftuar për herë të parë e që tregoi rreth verës së vitit 2025. Vera kaloi mirë si verë, kemi pasur si pushim, nuk kemi qenë shumë të angazhuar verë, sidomos muajin korrik edhe gusht, po vërtet dashte edhe më shumë i mush baterit, se kemi fillu me një vrull të madhe, shfaqje të repriza, edhe me xhirime, edhe një shfaqje premier që i kemi, domethënë tash me 3-4 shfaqje në repertor, që janë ndryshme, plus prova, plus edhe me seriale me xhirime, domethënë që nganjëherë vim punë për 2 muaj sa për 1 vjet. Ai vjen nga një familje krejt artist e për emisionin Zon flet pak për këtë histori, e madje pohon faktin që kjo e ka shtuar përgjegjësinë e tij për të qenë më selektues e për të pas kritera. Kriteret edhe të ndjekin vetë, domethënë e krijon vetë kriterin edhe dihet, domethënë mbas kolegëve, mbas këto kriteri për teatr, edhe në teatr ka një kriter, po, edhe në seriale kam disa kritere që të disa luaj, të disa dështa kishe pas me hezitu, jo që me eminën të shmua, po diçka dhe ata e bëjnë punën e mire, kreti kam, po do me thonë, përcaktimi em është ndështa ma ndryshe se ndonjë kolegë, apo kolegë. Në gjenerata e tretë jo me familje e aktorëve, do thonë babin e kam, aktor është pension, djelagjës babit, edhe agja babit është një për që ka hap teatrin këtu, teatrin e shqiptar në Shkup, do me thonë ka qenë themelusi teatrit shqiptar në Shkup, ka ardhë këtu, ja, hapë teatrin e Gjilanit, do me thonë, në mënyrë profesionale që ka bërë. Djelagjës babit e kanë kry shkollimin babi, unë do me thonë jam gjenerata e tretë. Ky lloj kriteri edhe më përcjell pak, do me thonë, bazë emrit familjes. Tani është koha që të flasim pak për trendin që është jo vetëm në Kosovë, por gjithandej. Ai rrjeteve sociale dhe depërtimit më të lehtë të imazhet e bukura. A kanë betur në hi aktorët nga këto personazhe, thënë më shumë nga TikToku. Është diçka tjetër, nuk këshia që mundën me në konkurencë me neve për artë, mundën dështë me kriju një fama të madhe, po një artist nuk mundën me qenë më madhe se të edhe bagazhin, na e dim se na shumë ma lehtë kemi, se ata që hinë në treg, kështu, na ma lehtë kemi edhe dim që qysh mundi me marrë deri te ajo. I kemi na me kamera, me shok, me ato me dash me bo, adin qkaz mundi me bo kështu për me dal vetëm për famë. Aktorët një artist i mirë, dhe të thonë, po janë shumë veti një artist mirë, është artist mirë, është disiplina, kultura, janë gjanat kryesore që do të me pas. Me qenë i gjithanshëm, me punu shumë, punëtor me qenë shumë. Artist edhe me fjallë nuk përshkruhet, me tregu që një artist shmundet, me fjallë do me thonë është vështirë, është një ndjenjë e artistit, që thuk një gjest që e bon diçka, nuk e bon me qëllim, apo me diçka, po e bon prej anës artistike që kam brenda vetit. Ne për që do dallon pak bota artistike me profesionet tjera. Cilin rol do të refuzonte Shahidshi? Nuk e di se na jemi një komunitet i vogël, jemi kolegë me zveti, nuk kam qef me përmenë se ndoshta edhe pse ato ka do seriali për shembull që nuk kisha marrë pjesë që bëhen tash, po për shembull ndoshta tani ata producentë apo diçka nuk kam bindje, kam shumë bindje që kanë me hecë, se pa punu nuk mundesh me hecë. Edhe mësë nartë të kriteri që e kom një kriter unë, po mundë me kalu shumë tani, ma shumë se që kom kriterin të me rritë për shumë. Po. Po. Për momentin ka bubujt madhe shtëpia masa. Po. Atë lunë labinot laj që kolekt me lunë. Shumë. Të
hënën, që lan pas në teatrin e Gjilanit, u dha premiera Njeriu prej Jastëku nga Martin MC Danak me regji nga Blendi Arifi, e që përveç Albanit dhe Blendit luajnë dhe Ernest Zymberi e Safete Mustafa. E kjo na qenë ka risja tjetër nga Albani që duhet patjetër ta dëgjone. Kemi gjeru një episodin e parë, Wi-Fi Kids është. Tash presim me vazhdu me gjirime, kemi me dhonë episodin e parë. është në përngjarje në për shkolla me të rime këto. E kom një rol aty që do t'jem standard. Më pëlqen puna edhe me nxanca me punu me fëmijë, se nuk jemi të bëllë shumë edhe për ta për me pa.